Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Ndryshimet klimatike, mbrojtja e mjedisit janë ndër çështjet më të ndjeshme globale, sigurisht edhe më të diskutuarat, më të mediatizuarat, por çfarë ndodh konkretisht? Edhe Shqipëria, pavarësisht se një vend i vogël, është e prekur nga ndryshimet klimatike. Ne si qytetar kemi filluar që t'i kuptojmë dhe t'i ndjejmë ato, veçanërisht sipas kushteve atmosferike, me përmbytjet, me shirat e rrëmbyer, me thatësirën, me zjarret, e shumë dukuri të cilat më parë nuk kanë qenë kaq të ndjeshme. Si i përballojnë vende të ndryshme ndryshimet klimatike? Cilat janë politikat mjedisore? Ne, si qytetar, sa të ndërgjegjësuar jemi për to? Sot i ftuari im është aktivist i çështjeve të mjedisit Ened Mato. Përshëndetje, Ened. Unë ju falenderoj shumë që pranuat ftesën për të qenë në analizë. Në fakt, kjo është një nga temat më të ndjeshme dhe ashtu siç e thash edhe më parë, vetëm vitet e fundit duke parë me sytë tonë konkretisht, duke ndjer pasojat për fat të keq negative, kemi filluar disi që të kuptojmë se po ndodhin gjëra të rënda. Dhe në fakt unë doja që fillimisht i referohesha dokumenteve të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe Planit Kombëtar për menaxhimin e integruar të mbetjeve 2020-2035, ku kam parë se janë disa pika të nxehta që përbëjnë një rrezik serioz për mjedisin dhe shëndetin e banorëve. Unë ndërto kam veçuar, për shembull Elbasanin, rrethinat e tij, Rrshenin, Kurbneshin, Rubikun, Fusharzin, Pogradecin dhe rrethinat e liçenit të Orit. Janë disa pika të tilla, por edhe duke u bazuar në këtë raport, po edhe juve jeni një aktivist edhe një njohës në terren i mjedisit. Si paraqitet situata mjedisore në Shqipëri? Situata mjedisore në Shqipëri ka një mungesë të madhe e kthjellësie. Domethënë, mundësia e menaxhimit të mbetjeve që po thoni u bë 30 vite që nuk ka një qartësi se ç'do bëhet. Nuk ka një qartësi nga lart, nga politikat, nuk ka një qartësi nga institucionet që duhet ta zbatojnë dhe në fund fare komuniteti që nuk di ç'a të bëjë. Domethënë, Shqipëria nga ana mjedisore është gjysmë shekulli mbrapa nismave që duheshin marrë për të paraprirë problemet. Ne jemi zhytur me kokë në efektet e ndryshimeve klimatike. E shohim në Tiranë që temperaturat janë bërë ekstreme. Në Tiranë ka ishur nxehtësie që njerëzit rrezikojnë jetën kur kalojnë aty, sidomos të moshuarit, sepse temperaturat janë të tilla që mund të godasin zemrën, shëndetin e njerëzve dhe të sjellin pasoja fatale. E njëjta gjë është jo vetëm me qytetet, po me peizazhet tona. Peizazhet e Shqipërisë, ato peizazhe shekullore, të cilat kanë mbizotëruar për shekuj dhe kanë mbajtur natyrën tonë në ekosistemin në qëndrueshmëri, gjithashtu janë dëmtuar, janë lënë pastore, janë shkatruar, janë djegur dhe nuk ka asnjë politik, jo më një veprim që të ndërmarrë masa për këtë. Po marrim peizazhin e Lurës që ka qenë një peizazh shekullor dhe ai mban me oksigjen gjysmën e krajinës së Shqipërisë. Ai është prerë, është djegur, ka pas nisma nga shoqëria civile, ka ende nisma nga shoqëria civile, nuk ka asnjë politik nga shteti shqiptar, nuk është mbjell asnjë pemë nga shteti shqiptar, nuk ka asnjë rehabilitim pyesh nga shteti shqiptar, nuk ka asnjë plan për rehabilitimin e pyjeve, po prap nga shteti shqiptar. Domethënë këtu flitet shumë me letra, me programe, me strategji, në terren po të shkosh pastaj shef që nuk është hap një grop, nuk është mbjell një pemë. E njëjta gjë është me menaxhimin e mbetjeve. Çdo vit bëhen strategji, çdo vit bëhen dokumenta, paraqiten, prezantohen, po të shkosh shohësh, ne kemi 11 lumen këndej. Ato janë si kamiona për transportimin e mbetjeve në gjithë Shqipërisë. Domethënë unë shpesh i shoh me keqardhje sepse ato në vend të jenë lumen jete, lumenjt për tokën janë si damarët, si jenë të gjagut dhe duhet të jenë të pastër që dhe toka të jetë atill. Në momentin që hidhen veturina, hidhen kimikate, hidhen spetalore, hidhen mbetje kafshësh, hidhen lloj-lloj divane, koltushe, pampersa, çdo gjë dhe përdoret si në kosh. Nga ana tjetër ato edhe përdoren për materiale ndërtimi, të paktën në sy të lirë sa kam vënë re si një qytetare, për shembull në lumenjt, këto buz lumenjve. Po, masakra e lumenjve nuk mbaron. Është njeriu ai që në këtë rast Shqipëria lumenti ka, si thua, tamam damar të gjakut dhe ato tregojnë gjithë gjendjen e mjedisit shqiptar. Qofse shohim lumen të zi, lumen me mbetje, me qese, me tjera, kështu është gjendja e tokës shqiptare në këtë gjendje. Dhe po them që nuk është problem vetëm inertet, apo mbeturinat që hedhin komuniteti. Një problem i madh i lumenve janë burgosja nëpër tuba. Domethënë burgosja me 10 kilometra i lumit në tub bën që gjithë
si thua shtrati i lumit të thahet, të ndryshoj ekosistemi, të krijoj erozion në dy anët e tij edhe të ndryshoj gjithë klima e vendit ku kalonte lumi. Pavarësisht politikave mjedisore, shikojmë që kemi një komunitet të pandërgjegjësuar. Kjo a është një mungesë e edukimit që në shkollë, që në kopësht do të thoja edukimit qytetar për sa i përket mbrojtjes. Aq sa kemi ne në dorë si qytetar. Unë shikoj për shembull një rast fare konkret për sa i përket mbeturinave. Në zonat tona, në lagjet tona. Në mëngjes nëse do ngrihesh përpara se të kaloj makina që i mbledh ato i ke jashtë, i ke shumicë. Pra, ne si qytetar vetë kemi një mungesë të... Unë s'do dua të rrezikoj them stereotipi që shqiptari është i kësaj natyre që bën pak për mjedisin, sepse do ishte e gabuar. Dhe realisht kemi arrit një pikë që besojmë që ne shqiptarët nuk dim të bëjmë për mjedisin, por kjo nuk është e vërtet. Ne dim ta duam mjedisin, dim ta mbrojmë, por mungesa e infrastrukturës, mungesa e një besimi politik që kjo punë do zgjidhet, Shqipëria në mbetjeve ka 30 vite nuk është zgjedhur asnjë gjë. Dhe këtu ke mosbesim të madh te institucionet shtetërore që çfarë po zgjidhin këta. Mirë, unë po bëj timen si shoqëri civile ose si qytetar, po mbjell pemët, po pastroj lumin, po bëj këtë. Po këta çfarë po bëj? Domethënë jo pa ka raste që qytetarët, komuniteti, aktivistët, shoqëria civile kanë bërë 10 herë më shumë se ç'i takon dhe shteti s'ka bërë minimumin e vet. Minimumin etik të monitorimit, të gjetjes, të kapjes, të ndërshkimit, të ndotësit. Nuk mungon dëshira, se ti rritur në një vend me kaq bukuri natyrore, nuk është shmëndur njëri ti shkatroj. Përveç industrisë përfitimit që duan të glabërojnë si thua peizazhe të tëra. Unë po flas për Rivierën, që është një nga pasuritë më të mëdha ekonomike edhe mjedisore të Shqipërisë. Me atë mund të mbahet ekonomikisht gjithë Shqipëria. Aty sot mund të jenë 70 kantiere ndërtimi që i kanë hyrë Kotrës, Malit, Detit, Bregut, deri në det brenda, më kupton? Sepse ndoshta edhe kjo etja përfitim edhe aq më tepër mediatizimi i turizmit në Shqipëri. Është e gjitha babësi përfitimet shpejta. Domethënë ti shkatron natyrën që do shekuj për ta bërë atë peizazh. Kjo është faqja tjetër e hënës, sepse nëse deri tani ne kemi folur me superlativa dhe është e vërtet kjo, apo mediat ndërkombëtare për turizmin, për bukuritë për këtë pikërisht. Ana tjetër që neve nuk jemi futur në brëndësi dhe nuk është mediatizuar, sepse tashmë është shumë e rëndësishme dhe mediatizimi i çështjeve, është se çfarë ndodh për të realizuar këto hotele kaq luksoze apo këto... Komplet ekosistemi aty shkatrohet, komplet si thua peizazhi i zonës, që Riviera ka një peizazh të virgjër nga deti, tani nuk është më i virgjër, aty është kantier ndërtimi njësoj si në Tiranë. Po të shkosh në Kamës, të shohësh në Jal, të shkosh në Saran, të njëjtat imazhe janë, vetëm deti ndryshon aty, ndërsa për nga intensiteti i shkatrimit që është bërë natyrës, ndërtimi aty dhe mënyra se si këto shpërndahen, domethënë hapen dhe nuk kanë një limit. Domethënë kantieri fillon me 8 km2, mund të shkojë 12. Domethënë këta zgjerohen sipas babëzisë, jo sipas një plani. Sigurisht. Dhe nuk ka qëndrueshmëri kjo, sepse një masiv i madh betoni, duke u ndërtuar mbi natyrë, vendos disa lule artificiale aty për bukuri, por nuk ka më natyrë fare, dhe ato lule duhen uritur për ditë për të mirëmbajtur. Ju e ne dhe prekët pak më parë, ne sigurisht që i kemi trajtuar me shumë duke i vënë në vijën e parë apo në kopertinë, do t'i quaja çështjet e shëndetit dhe sa ndikim kanë ato tek mjedisi. Ju e përmendët që në krye të fjalës tuaj se temperaturat e larta se sa të rrezikshme janë, por kam gjetur një studim të Journal of Nature Climate Change me bazë në Mbretërinë e Bashkuar që 85% e popullsisë së botës është e prekur nga pasojat e ndryshimeve klimatike. Do me thënë të cilat janë të shkaktuara nga njerëzit. Pra, cila është kjo lidhje midis ngjarjeve ekstreme, sepse jemi shumë të ndjeshëm ndaj epidemive. Jemi shumë të ndjeshëm, siç ishte rasti i pandemisë që e kemi kaluar të gjithë, e kemi provuar të gjithë, por është edhe kjo, le të themi një lloj epidemie, pavarësisht se janë ndryshime klimatike. Ndryshimet klimatike kanë pasoja të cilat nuk i parashikojmë dot. Domethënë kur ndodhin katastrofat që nuk priteshin, ne kuptojmë që asgjë më nuk parashikohet dot më. Asgjë nuk ndodh më në procesin natyror, çdo gjë ndodh si thua papritur. Dhe në Shqipëri si vjet zjarret morën vend, edhe kuptuam që nuk jemi të mbrojtur as në ana e
infrastrukturës për zjarret, as nga ana e përgatitjes për të përfshirë si thua gjithë komunitetin, sepse për të ruajtur shumë nga këto zona të thella duhet përfshirë patjetër komunitetin. Për shembull, nëse bie zjarri në Lurë, shkoj zjarr fikse aty në Lurë, do 8 orë është dikur gjysma pyllit. Nëse ti ndërgjegjëson banorët e Lurës, komunitetit, barin, çobanët që të bëhemi bashkë, dhe nëse del zjarri brenda çfarë kohë trafikin, ata janë herojnë që shpëtojnë në pyllin dhe zjarrin. Jo, si thua, infrastruktura rënd që do një orë edhe më shumë që të arrijë në vend. Dhe si politik kështu janë banorët lokal, ata që marrin përgjegjësi dhe marrin si thua veprime dhe aksion për të mbrojtur tokën e tyre, pyllin e tyre që kanë interes. Dhe kjo këtu nuk është praktikuar fare sepse gjithmonë gjërat vijnë nga lart dhe komuniteti shihet si i fundit edhe një papesh. Ndryshimet klimatike dy lëvizje kanë. Emetimet të ulen në zero. Do me thënë kjo Tiranë që lëvizë gjitha me makina dhe nuk ka transport publik dhe nuk ka trotuare ku njerëzit ecin, dhe të mbillen pemë. Do me thënë gjelbrimi tjetë i atill që gjithë emetimet të absorbohen dhe mundësisht ketë më shumë oksigjen se sa. Në këto dy lëvizje ne kemi bërë shumë pak, mos themi asgjë, sepse Tirana për shembull kishte kurorën e gjelbër të qytetit, e cila kishte shumë efekte, edhe për oksigjen, edhe për sfungjer. Do me thënë kur vin shtrëngata, stuhie kështu, qyteti duhet ketë aftësi sfungjeri, ta përthiti ujin. Tirana është bërë si pllaka betoni që nuk përthith asgjë dhe i gjithë uji ikën kështu dhe kjo ka sjell katastrofat e veta që përmbytet me gjysmore shi. Çdo qytet sot në Evropë synon tiparet e sfungjerit. Do me thënë sa më shumë parqe, sa më shumë pemë, sa më shumë kanale të cilat ta çojnë ujin në një vend që mund ta ripërdorësh. Nëse dalim nga Shqipëria dhe shikojmë se si globalisht kjo situatë e klimës, ajo ka sfidat e veta dhe kështu për shembull kemi marrëveshjen e klimës Parisit, kemi presidentin Trumpin cili e nisi këtë që në mandatin e tij të parë dhe tha që do dilte nga kjo marrëveshje, nuk ka shumë besim për sa i përket çështjeve të klimës edhe mbrojtjes klimatike dhe ka menduar tërheqjen edhe për shkak të angazhimeve financiare ndërkombëtare. Qëndrimi i presidentes së Komisionit Evropian zonjës Ursula von der Leyen, ajo është shprehur se Europa do të vazhdojë të jetë pjesë e marrëveshjes dhe të punojë me gjitha vendet që duan të mbrojnë natyrën dhe të frenojnë njojën globale, por kemi dhe samitin për klimën, samitin e OKB-s për klimën të javës së kaluar, ku kemi edhe qëndrimin e Kinës, e cila me kreun e shtetit u zotua të ulë emetimet e gazrave serë 7 deri në 10% deri në vitin 2035. Në vijim të ambicjeve të vendit për uljen drastike të emetimeve para vitit 2030 dhe kjo bëhet në bazë të energjisë diellore, makinave elektrike. Në gjykimin tuaj, sa do të ndikonin këto, pavarësisht një vendi kaq të madh i cili i mshon shumë mbrojtje sepse ka patur edhe përdorim shumë të qymyrit në industritë e veta, ka filluar që në vitin 2013 të ulë emetimet dhe të fokusohet tek makinat elektrike. Po marrim një shembull që është shumë konkret për të gjithë ne. Sa e realizueshme është kjo në këtë vend kaq të madh, por edhe në vende të tjera të botës, pse jo, edhe në Shqipëri? Për t'ju rikthyer në herë vullnetit edhe paras. Do me thënë, çështja e ndryshimeve klimatike do vullnet fort, por do dhe financim, do dhe para. Do me thënë, gjatë që të heqësh dorë nga karburantet, duhet kesh një ekonomi shumë të fort që të arrish ta përballosh. Dhe duhet kesh pak vizion që, këto vendet që do heqim nga qymyri dhe nga nafta, do i kompensojmë me panele diellore, me erën, me vendet e gjelbër të atë punës që janë pafund dhe janë e ardhmja. Dhe ka shumë oportunitete aty sa po të kesh vullnetin gjen me miliona mundësi punësimi. Këtu ka një mendje fikse që ne nuk ishim dorë nga nafta, se nafta është ekonomi, nafta sjell zhvillim dhe gjitha këto tjerat janë asgjë. Tashi kur përplasen perandori, domethënë shtetet fuqishme, domethënë Kina, Amerika thotë ne do të tërhiqemi se nga ana ekonomike nuk e përballojmë dot këtë sakrificë. Është diçka momentale. Evropa është shumë demagoge në këtë punë, por vendet që po e vuajnë më shumë ndryshimet klimatike janë vendet më të varfëra, vendet në zhvillim, vendet e jugut, vendet që s'kan asnjë mundësi. Dhe ato për ditë vuajnë, për ditë emigrojnë, për ditë kanë katastrofa. Pak është bërë. Do me thënë, gjithashtu ka letra, ka strategji, por kur vjen puna për t'i ndihmuar ata, ka shumë pak mundësi për t'i ndihmuar. Kam lexuar shumë histori ishujsh, të cilat janë 4-5 metra të lartë dhe ato tani janë në vijën e parë të
rrezikut dhe po i ndihmojnë me viza që tikin nga ishulli, do me thënë politika vizë për klimën, do me thënë këta ishujt e banorët indigjenë që janë për këto ishuj dhe i ndihmojnë me viza që të shkojnë andej këtej. Nuk është një, si thua, zgjidhje e ndershme, pasi ke përfituar industrinë, ke përfituar ekonominë, ke përfituar nga ndotja e mjedisit, tani u ofron mundësi 2/3 të popullsisë që të zhvendosen me dokumenta. Nuk kam shumë respekt për këtë lloj qasje, të jemi vërtet. Aktivistat e mendojnë ndryshe. Do me thënë aktivistat e mendojnë që vullneti është kryesori, por dhe një lloj barazie në burime duhet ketë, se nëse këto superfuqi ekonomike u zhvilluan mbi shkatrimin e tokës, atëherë duhet i ndajnë këto me ato që po vuajnë sot. Kjo lloj nuk po pranohet si qasje fare. Shifet që secili për veten e vet. Dhe kjo ka krijuar shumë egoizëm, do me thënë edhe Amerika tani është një gjendje egoiste, që unë të shoh veten time, nuk më intereson më pjesa tjetër e botës. Këtu po duket sikur Kina po merr çik leadershipin, që okay, me që këta nuk duan të kujdesen, po marrimi ne përgjegjësinë për të vendosur disa targeta optimist. Kjo është edhe për marrëdhënie, dëshkëmbimet që kanë me atë pjesë të jugut që juve e thatë edhe me atë pjesë të vendeve në zhvillim, dhe sigurisht që ky është edhe një model që për ato vende ndoshta ndihmon. Sepse edhe ne kemi mundësinë e paneleve diellore, ne jemi një vend me shumë diell, apo jo? Ne jemi një vend që ja vetëm Tiranën sikur të marrim, ju erdhët këtu në intervistë me biçikletë. Por sa vet kanë mundësinë që të lëvizin në këtë perimetër me biçikletë dhe nuk e bëjnë? Të gjithë duhet lëvizin në Tiranë me biçikletë, për faktin sepse një sekund. E para që nga ana ekonomike të mbash një makinë për të shkuar për të ardhur në shtëpi, në punë, në kopësh, në pazar, kështu të kushton gjysmën e rrogës. E para llogaritur pastaj ndotjen që i sjell qytetin. Nga ana sedentare jeta jote është shumë keq. Në kuptimin rri ulur aty 4 orë timon pa lëvizur fare. Problemi i kësaj është prapë duhet alternativa, si me rastin e banorëve që idhin mbetjet në lumë. Kupton, ai thotë mos full koshin. Dhe këta thonë mos i transportin publik. Edhe nga informacionet tuaja, edhe nga diskutimet tuaja, është një çështje shumë sensitive dhe është një çështje që unë gjykoj që duhet bërë akoma më shumë në edukimin, nëpërmjet arsimit, sidomos tek brezat e rinj, tek fëmijë, duke filluar që nga fëmijët. Dakor, edukimi. Por, për shembull, unë shkoj për ditë në uzinë traktori lart. Aty kemi një punishte që riciklojmë drurin e bëjmë lodra për kopshtet. Në lidhje me industrinë e riciklimit, Ekovoli ka ndërmarrë një nisëm për ripërdorimin e drurit. Drurit scrap që i hidhet. Domethënë ne dhe për ne po them shpesh me menaxhimin e mbetjeve nuk është konsideruar fare riciklimi. Ne jemi marrë 10 vite me riciklimin dhe pastaj doli politika e djegjes që e shumësoi me zero çdo edukim. Do me thënë shpesh të edukon një brez për riciklimin dhe pastaj del një politik nga lart që nuk pyet fare komunitetin dhe thotë jo, do i djegim, nuk do i ndajmë, nuk do i reduktojmë, nuk do i ripërdorim. Dhe kjo e ish mundësinë në organizatave si për shembull është e jona që ka nevojë për drurin scrap që të bëj lodra për fëmijët. Dhe nuk ka asnjë mundësi bashkëpunimi në këtë situatë se druri i hidhet i gjithi. Është 17% dru e lëndëve mbetje është dru që i hidhet në landfill dhe ky mund të hapte kooperativa në gjithë Tiranën që të prodhonin lodra, suvenire, gjëra. Por kjo nuk ndodh se mungon klima e 3 R-ve, do me thënë reduktimit, riciklimit. Unë të falenderoj dhe për mesazhin Ened dhe të uroj suksese në punën tënde. Të dashur miq, ishte kjo analizë për sot me aktivistin e mjedisit Ened Mato. Ne folëm për situatën mjedisore, ndryshimet klimatike në Shqipëri, por edhe më gjerë, edhe në ato globale. Dhe sa të ndërgjegjësuar duhet jemi ne si qytetar për të ndihmuar që prekja dhe të gjitha pasojat negative të tyre të jenë sa më të pakta. Ju falenderoj që qëndruat me analizë, miru takofshim.